Një ftesë plot guxim dhe të qeshura. Muzika ishte rritur në ritëm dhe shtëpia ishte mbushur me energji. Dritat lëviznin lehtë mbi mure, zërat e njerëzve përzieshin me këngën dhe e gjithë atmosfera dukej sikur pulsonte nga gëzimi. Eliona, në mes të gjithë kësaj feste, ndihej e lumtur, e lirë dhe plot jetë. Ishte nata e saj, dita e ditëlindjes së 19 dhe ajo donte ta shijonte çdo sekondë. Ajo kërceu për pak me shoqet, qeshi, u ndal për të marrë frymë dhe hodhi sytë rreth e rrotull. Pikërisht atëherë e pa Klodin. Ai qëndronte pak më larg, pranë murit, me një buzëqeshje të qetë, duke vëzhguar gjithçka nga distanca. Dukej sikur po e shijonte festën në mënyrën e tij, pa u futur shumë në mes të zhurmës. Eliona e njohu menjëherë atë qëndrim. Ajo e dinte që Klodi nuk ishte nga ata që hidhen menjëherë në pis. Por sonte nuk ishte një natë e zakonshme. Sonte ishte dita e saj dhe ajo donte që ai të ishte pjesë e çdo momenti. Pa hezituar, Eliona u nis drejt tij. Hapat e saj ishin të sigurt, fustani i lëvizte lehtë me çdo hap dhe buzëqeshja i tregonte se kishte diçka në mendje. Kur arriti pranë tij, ajo nuk tha asgjë për një çast. Vetëm e pa drejtë në sy, me atë shikimin lozonjar që tregonte se diçka po vinte. Pa pritur, me shumë shaka dhe ëmbëlsi, Eliona e tërhoqi lehtë për veshi. Hajde, i tha duke qeshur, mos rri aty si spektator. Klodi u habit për një sekond, pastaj shpërtheu në të qeshura. Ai nuk e priste një ftesë kaq të drejtë për drejtë, por pikërisht kjo e bëri momentin kaq të bukur. Mirë, tha ai duke qeshur, po vi. Eliona nuk e lëshoi menjëherë. E mbajti për dorë dhe e tërhoqi drejt mesit të dhomës, ku muzika ishte më e fortë dhe njerëzit po kërcenin pa u menduar. Të gjithë hipan dhe disa filluan të buzëqeshnin. Ishte e qartë që mes tyre kishte një energji të veçantë. Kur u ndalën në mes, për një çast u pan në sy. Muzika vazhdonte, ritmi ishte perfekt. Eliona filloi e para të lëvizte, me siguri dhe gëzim. Klodi e ndoqi, fillimisht pa. Këj turpshëm, por shumë shpejt u përfshi plotësisht. Çdo lëvizje bëhej më e lirë, më natyrale. Ata po kërcenin bashkë, duke qeshur, duke u ngacmuar me shikime dhe duke harruar gjithçka tjetër përreth. Eliona ndihej sikur po fluturonte. Ajo kishte marrë atë që donte, një moment të bukur, të sinqert, të ndarë me dikë që e bënte të ndihej mirë. Klodi, nga ana tjetër, ndihej i çliruar. Ajo ftesë e papritur, ajo tërheqje lozonjare për veshi, e kishte nxjerrë nga zona e rehatisë, por në mënyrën më të bukur të mundshme. Ai e kuptoi se ndonjëherë mjafton dikush që të marrë për dorë, ose për veshi, për të kujtuar të shijosh momentin. Rreth e rrotull, njerëzit filluan të duar trokisnin. Dikush tha se sa bukur dukeshin bashkë. Dhe ishte e vërtetë. Ata ishin një çift që rrezatonin gëzim, spontanitet dhe afërsi. Kur kënga mbaroi, ata u ndalën paksa të lodhur, por shumë të lumtur. Eliona e shikoi Klodin dhe qeshi. E sheh pse të mora për veshi, i tha me shaka. Klodi buzëqeshi dhe të. Lot që flasin më shumë se fjalët. Mbrëmja kishte vazhduar me buzëqeshje, muzikë dhe zëra të ngrohtë, por askush nuk e dinte se momenti më i thellë emocional ende nuk kishte ardhur. Eliona ishte ende e rrethuar nga njerëzit e saj, me dhurata përreth dhe me varsën e floririt që i shkëlqente në qafë. Ajo buzëqeshte, falenderonte dhe përpiqej të mbante qetësinë, por zemra e saj ishte plot ndjenja. Në një çast, atmosfera ndryshoi lehtë. Nga mesi i turmës u afrua motra e saj. Ajo nuk mbante dhuratë të madhe në duar, as kuti apo lule, por në fytyrën e saj dukej diçka shumë më e fortë, dashuria e pastër e një motre. Ajo u ndal përballë Elionës dhe e shikoi drejt në sy, me një shikim që fliste për vite kujtimesh, për rritje bashkë, për net pa gjumë, për gëzime dhe dhimbje të ndara. Motra filloi të uronte me zë të qetë, por plot ndjenjë. Fjalët i dilnin ngadalë, të menduara, sikur çdo fjalë të vinte nga zemra. Ajo i foli për fëmijërinë e tyre, për momentet kur kishin qeshur bashkë, për herët kur ishin mbështetur tek njëra tjetra pa pasur nevojë për fjalë. I tha sa krenare ishte për të, sa shumë e donte dhe sa e veçantë ishte për të. Eliona e dëgjonte në heshtje. Fillimisht buzëqeshte lehtë, por syt filluan t'i mbusheshin me lodh. Zemra i rrite fort. Çdo fjalë e motrës ishte si një prekje e butë në shpirtin e saj. Ishin fjalë që ndoshta nuk i kishte dëgjuar shpesh, por që i kishte ndjerë gjithmonë.
Kur urimi vazhdoi, Eliona nuk mundi më ta mbante veten. Lotët filluan t'i rrëshisnin nga syt, pa mundur t'i ndalonte. Ajo plasi në vaj, duke qarë jo nga trishtimi, por nga një ndjenjë e fortë dashurie dhe mirënjohjeje. Ishin lotë që vinin nga thellësia e shpirtit, lotë që mbanin brenda gjithë emocionin e asaj nate. Motra i u afrua dhe e përqafoi fort. Eliona u mbështet në kraharorin e saj dhe qau edhe më shumë, sikur të gjitha emocionet që kishte mbajtur brenda po dilnin në atë moment. Përreth, të gjithë u qetësuan. Askush nuk fliste. Të gjithë e kuptuan se po ndodhte diçka shumë e veçantë. Ajo përqafim ishte më i fortë se çdo dhuratë. Ishte një përqafim që thoshte, jam këtu për ty, gjithmonë do të jem pranë teje, nuk je vetëm. Eliona ndjeu një lehtësim të madh, sikur pesha e viteve, emocionet dhe mendimet ishin shkrirë në atë moment. Pas pak, ajo fshiu lotët dhe buzëqeshi mes lotëve. Ishte një buzëqeshje e vërtet, e sinqert, e bukur. Ajo e falenderoi motrën me zë të ulët dhe i tha se ky urim ishte një nga dhuratat më të bukura që kishte marrë ndonjëherë. Të gjithë rreth e rrotull u prekën nga ky moment. Disa buzëqeshnin, disa kishin lotë në sy. Ishte një kujtim që nuk do të harrohej lehtë. Një moment që tregonte se dashuria familjare është më e fortë se çdo fjalë, më e madhe se çdo dhuratë. Eliona, atë natë, e kuptoi se 19 vjeç nuk do të thoshte vetëm rritje, por edhe thellim i ndjenjave. Ajo u ndje e fortë, e dashur dhe e mbështetur. Dhe lotët që derdhi nuk ishin dobësi, por dëshmi e një zemre të ndjeshme dhe plot dashuri. Kjo ditëlindje do. Në dhomën e rrëfimit koha nuk matet me orë. Aty koha matet me frymëmarrje të rënda, me lotë që bien pa shurmë, me heshtje që flasin më shumë se fjalët. Kur hyj aty, nuk jam vetëm unë. Jam unë dhe gjithë ajo që kam humbur. Jam unë dhe motra ime. Edhe pse nuk shihet, ajo është gjithmonë aty. Kam frikë nga e ardhmja, sepse për mua e ardhmja ka një numër që më trem, 19. Nuk është thjesht një moshë. Është një plagë e hapur. Është dita që jeta vendosi të ma marrë motrën dhe të më lërë mua këtu, duke më pyetur çdo ditë pse. Pse ajo? Pse kaq herët? Pse kaq padrejtësisht? Nuk dua t'i mbush 19 vjeç. Sepse motra ime nuk i mbushi kurrë. Ajo mbeti përgjithmonë aty, e re, e papërfunduar, si një fjali që nuk mbaron kurrë me pikë. Dhe unë kam frikë të vazhdoj fjalin time, sikur po e tradhtoj atë duke jetuar më gjatë se ajo. Kan kaluar 5 vjet që kur ajo u largua. 5 vjet që nga dita kur zemra ime u thye në mënyrë që askush nuk e pa, por unë e ndjeva çdo sekondë. Që atë ditë, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Edhe gëzimet nuk erdhen më të pastra. Edhe buzëqeshjet kishin diçka të rreme. Sepse çdo herë që qesh, një zë i vogël brenda meje më thot, po ajo pse nuk qesh më? Motra ime ishte më shumë se motër. Ishte shtëpi. Ishte mbrojtje. Ishte një pjesë e imja që u shkput pa më pyetur. Dhe kur ajo iku, mori me vete një copë të shpirtit tim. Që atëherë, unë jetoj e paplodh. Marr frym, ec, flas, por diçka mungon gjithmonë. Ajo nuk më la kujtime të bukura që të më ngushëllojnë. Më la kujtime që dhembin. Zëra që i dëgjoj në kokë. Momente që më vijnë papritur, në mes të ditës, në mes të natës. Më la lot që dalin pa paralajmërim. Më la dhimbje që nuk di ku ta vendos. Ka ditë që zgjohem dhe për një sekond harroj që ajo ka vdekur. Për një sekond mendoj se do ta shoh, se do të flasim, se gjithçka ishte vetëm një ëndër e keqe. Dhe pastaj realiteti më godet fort. Çdo ditë nga e para. Është një vdekje që ndodh çdo mëngjes. Në dhomën e rrëfimit unë flas edhe për fajin. Sepse po, ndje. Hem fajtore. Fajtore që jam ende këtu. Fajtore që po rritem. Fajtore që ditëlindjet e mia vazhdojnë, ndërsa të sajat u ndalen përgjithmonë. Fajtore që marr frym pa të. Dhe askush nuk më mësoi si të jetoj me këtë faj. Njerëzit më thonë, duhet të jesh e fortë. Por nuk e din sa e lodhshme është të jesh e fortë çdo ditë. Nuk e din sa e rëndë është bara që mbaj brenda. Nuk e din sa herë jam thyer në heshtje, sa herë kam qarë pa zë që të mos shqetësoj askënd. Frika ime nga mosha 19 nuk është frikë nga vdekja. Është frikë nga dhimbja që mund të hapet sërish.
Është frikë se mos historia përsëritet. Është frikë se mos edhe unë bëhem një kujtim për ditë tjetër. Dhe kjo frikë më ndjek si hije. 5 vjet pa motrën time më mësuan se dhimbja nuk ikën. Ajo vetëm ndryshon formë. Herë është e fortë, herë e heshtur. Herë më mbyt, herë më lë të marr frymë. Por gjithmonë është aty. Si një shenjë që nuk fshihet. Në dhomën e rrëfimit unë i flas edhe asaj. I them sa më mungon. I them sa shumë kam.